Pas përfundimit të ciklit fillor, nxënësit do t'i nënshtrohen testit të arritshmërisë. Testi do të zhvillohet të premten e 26 qershorit, për të cilin foli më shumë koordinatori i Drejtorisë së Arsimit në Gjakov, Dugaxhin Ademi. Drejtoria Komunale e Arsimit ka bërë gjitha përgatitjet për organizimin e testit të arritshmërisë i cili do të mbahet me datën 26/6/2026, ditë e premte në ora 10 deri në 12:30. Testi e arritshmërisë për gjithë nxënësit e klasëve të nënta do të organizohet në 7 qendra, do të thotë në komunën e Gjakovës. Testet në fjalë do të nënshtrohen diku 1050 nxënës të klasëve të nënta. Testi përmban 100 kërkesa, do të thotë pyetje dhe detyra në 9 lëndë bazë. Në gjuhë shqipe, matematikë, fizikë, kimi, biologji, histori, gjeografi e tjera. Ademi tha se të gjitha aktorët që do të përfshihen në procesin e testimit janë të informuar me kohë. Sa i përket informimit të drejtorëve të shkollave, të gjithë janë njoftuar me listat, nxënësit njoftohen përmes kujdestarëve të klasave, me sallat se ku do të jenë, ku do të administrohen testet, po ashtu njoftohen edhe me qendrat se ku do të jenë pjesë e testit në fjalë. Ky test do të jetë një provë për nxënësit për periudhën e shkollimit 9 vjeçar, që do t'i paraprijë aplikimit për vazhdimin e procesit mësimor në shkollat e mesme.